pse kemi më pak lindje në kohën tonë bashkëkohore dhe tek shoqëria jonë është për arsye se mendoj ka ndryshuar shumë struktura e familjes dhe mendësia ose struktura me të cilën të rinjt e zhvillojnë jetën e tyre. Më herët kemi pasur struktura e familjes ka qenë shumë ndryshe, mënyra me të cilën ka funksionu familja ka qenë shumë ndryshe dhe jetesën të cilën e kanë realizuar ata. Kurse sot kemi të rinj të cilët martohen në mosha shumë të vona. Për shembull, nëse më herët ishte normale që dikush të martohet sa bënte 20-22 vjeç, tani kemi, ta themi, po shkon drejt asaj që mosha mesatare në të cilën njerëzit lidhin kuror është 30 vjeç. Këtu kjo gjë ndodh për arsye se të rinjt janë të përkushtuar që të mund të krijojnë një karrierë fillimisht, që të mund të kenë punë të mira, të mund të realizojnë kushtet e tyre fillimisht individuale dhe të mund ta realizojnë veten e tyre, të mund ta njohin potencialin e tyre dhe pastaj shkojnë dhe martohen ose lidhin kuror me një person tjetër.